Si të modifikojmë një artikull në programin Restobar. Në fillim logohemi në posadmin. Vendosim kodin e përdoruesit, fjalëkalimin e tij dhe më pas butonin hyrje. Në menu zgjedhim artikuj, lista e artikujve, selektojmë artikullin që do të modifikojmë dhe më pas shtypim modifiko. Kemi mundësi që të ndryshojmë kodin e artikullit, emërtimin e tij. Në rast se duam të ndryshojmë kategorinë ose në rast se duhet të shtojmë një kategori të re. Kemi mundësi që të ndryshojmë furnitorin ose të shtojmë një furnitor të ri. Çmimin e shitjes, koston e blerjes, në rast se ky artikull është kthyer me TVSH ose jo, njësinë matëse, ose në rast se duhet të shtojmë një njësi të re. Në rast se nuk është artikull i përbër, është e çaktivizuar fusha e përbërësit të artikullit. Në rast se është lëndë e parë, çaktivizohen të 4 fushat e mëposhtme dhe nuk është në menu. Në rast se është artikull i përbër, aktivizohet fusha e përbërësit të artikullit, zgjedhim përbërësit e këtij artikulli dhe sasitë përkatëse. Kemi mundësi që të ndryshojmë çmimin e artikullit në bazë të fashëve të orarit. Çmimin për pikë shitje, modifikuese për artikull dhe më pas ruaj.